Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recept që sigurisht e bani të gjithë, po ne kemi edhe anëvise të reja të cilat duhet më mësua edhe receptat tona të vjetra. Prandaj unë sot do t'ju tregoj si bën sarma tradicionale me lakën turshi. Është një mënyrë pak më ndryshe cilën e bëj unë sarmat, prandaj kam pas dëshirë me nda me ju, për arsye se unë vetëm për specat mbushun e forgoj qepën. Edhe pak mishin, kurse për sarma kështu nuk e forgoj asnjëherë, më thonë e bëj një përzimje që do ta shihni ju me radhë tashti. Zakonisht për sarma ju vynë, do më thonë laknat e therta, këto janë laknat e mia të shtëpisë, se kanë një ngjyrë jashtëzakonisht të mirë, që kanë thonë plakat përpara ngjyrën e dyllit. Ju nevojitet lakna, ju nevojitet mishi blum. Unë ju kisha preferu ta merrni mishin të Ibea në Korez, të cilën unë muj me ju thonë që ndoshta që 30 vite e marr atje. Është një mish jashtëzakonisht i mirë, i freskët i mirë. A keni pa ka herë kur shkoni te gat mishtoreve 10 metra para se të afroni te mishtorja, keni me një erin jo t'rregullt ashtu të mishtoreve, por të Ibea kur t'jeni thjesht çdo gjë shkëlqen. Është e pastër, është e freskët, është e mirë, për arsye se kanë traditë për mishtore. Prandaj, ju preferoj të Ibea të bleni mish në mishtoren që gjendet në Korez. Prandaj, ju nevojitet mishi, hudhër, kogja shumë hudhër, qep, një lugë mill, oriz, kryp, euronit ne e përdorim, e jemi jashtëzakonisht të kënaqur, është shumë e mirë me paketimet e tij dhe me shijen dhe me kvalitetin e tyre, dhe kështu me radhë dhe do të filloj. Pra e marrim kështu, s'pari e vej mishin në një enë, pastaj ja shtojmë për gjys kilogrami mish, ju nevojitet unë i qenë 2 filxhona të vogël të kafës turke oriz. Një qep e madhe ose 2 pak ma të vogla, dhe hudrën e preni pak ma trash që zakonisht që e banët. Me zonë kështu copa pak ma të mëdhaja. 4 deri në 5 thelbi hudër. Pastaj i qëllin kryp. Normal krypi që vjen si pas dëshirës. Piper të zi, një lugë, qajit plot. Sepse për lakën jashtëzakonisht është kombinim i mirë. Piper të kuq, 2 lugë mesme. Dhe këto thjesht tash i përzim mirë, i ngjeshëm. Dhe tash i mishi është i datshëm dhe na mundem me fillu me i mbështjell sarmat. E largoni këtë pjesën këtu që është ky kërcyll i lakrës, e shtroni kështu mirë, e merrni mishin. Shikoni se keni për shembull mishin tash të përshtatshëm për me mbështjell, për arsye se nuk është i fërgum dhe thjesht mundeni me bë si qoftë të mbështjellën. Domethënë është shumë edhe praktik edhe i shishëm. E veni kështu. Pastaj e bëni me këto dy, e ktheni këtë pjesën kështu anash, e rrotulloni kështu mirë dhe fitoni një sarme. Kur më ka mësu nana me mbështjell këto sarme kështu në këtë mënyrë, dhe këtë qika jam e pështelli që ashtu që shkallë dhe poshtë, mi gjujtë mos me të qelë. E do më thonë, kjo dzijën sa dusht, jesin kështu si ja. Tani po filloj me pregadit ujin për sarma. Letrën bora dhe jashtëzakonisht na ka lehtësu punën në kuzhinë, për ndryshe shumë kvalitet dhe shumë e mirë. Dhe tani fillojm me pregadit, e merrni tenxherën, i veni pak vaj, zakonisht i bëj me lule djerit, sepse duhet më zi pak ma gjatë. Sarma dojnë edhe pak ma shumë ndyrë, prandaj kur të bëni për qef bashkë mundeni me mes sarmave aty me qitë ndonjë mish terun ose mish thatë diçka ose një copë mish ma ashtu me ndyrë, sepse sarmat e dojnë ndyrën. Më thonë dhe diçka që... Tash në këtë vaj, ku e kemi qitë në tenxhere, e veni një lugë miell. Dhe që filloj ka pak me skuq. Dhe si fillon fluskat e para, atër ja shtoni 2 lugë piper të kuq.
e përzini mirë. Dhe kësaj ja shtoni ujin. Edhe knaqësia zakonisht e madhe për arsye se mundem me përdor kur e kemi filtrin për ujt kamelotit, atëherë mundemi edhe ushqimin me përgatit me ujt filtrum, i cili është jashtëzakonisht i mirë, i pastër dhe i shëndetshëm. Edhe e vejmë kështu mi tenxhere. Thjesht kështu me këtë miell edhe pak piper të kuq edhe ujë, e fitojmë si një çorbë, domethënë, e cila prej laknave pastaj e merr në farshie si të thellë dhe është shumë e mirë. Edhe tash, pasi të kemi përzi këto dhe ka fillu ka pak me blu, atëherë laknat e mbetura që na kanë mbet, atëherë i qesim i shtrojmë në fund të tenxherës. Sepse edhe këtu i japim në shije dhe i rendisim sarmat. Tash kanë gjetë ky rasoj i laknave, prandaj ja ktheva. Dhe tash i kemi rendis të gjithat në këtë langun e tyre që do të zihen kadal. Dhe marifeti i gjithë sarmeve me lakna thepta është mi zi shumë kadal. Domethënë si të merr valën e ulni temperaturën dhe diku nesër se 1:30 e leni 3 deri në 4 orë kadal me u zi. Por e kanë edhe një marifet lakna, sarmat, pa tjetër e veni kështu një pjatë, e cila është ma e vogël se tenxherja, e trus një 2-3 herë kështu, deri sa të del ky uji përmi, dhe një herë mjafton, e mas pak kohë kur të vlan, atëherë e shikoni mos ka ra uji, zakonisht duhet me qenë gjithmonë uji deri te kjo maja e kësaj pjatës që është. Pra pelojmë njerë me marr vaj, pastaj shtojmë edhe pak ujë, edhe kjo mbaran. Këto duhet mu zi gjatë, prandaj unë po i lo kështu, e ju sonte na jemi musafir të gjeri ku do të vjen shefi Arsimi, dhe unë po ta dëshirë për nderën e ti mi bo pak sarme të shtëpis. Prandaj që kus të nderuar, do të shihni atent kur jemi musafir të gjeri, sarmet si unë duk dhe si duken pas zirjes, edhe në emisionin arshëm unë ju përshëndes duke ju ruar gjithë të mira.